Aleksi, me mamen, edhe kemi dalë dhe sot se ditë djel. Goca nga dita e hënë, edhe sot nuk shkova dot në punë, kam marrë këto të ortopedit, edhe të analizave gjakut, edhe i kemi bëjmë. Dashëria ime, në pëftëmiris, marrëse dhe pasë. Ose kemi ngatruar? Kemi jashtë pashtë. Përshëndetje goca. Këtë vlogun e kisha menduar të bëja që në ditët e para, po ndonjëherë situata të shmang gjërat. Edhe sot është dita fundit që mami është këtu në Gjermani. Është ora 7:30 mëngjesit, diçka e tillë, edhe jemi ngritur nga gjumë. Mami është ngritur që në orën se ka stresin e udhëtimit. Po unë kam pak që jam ngritur, që jem me këtë lukun kështu sa po ngritur nga gjumë, edhe kam bërë disa pyetje që t'ja bëj mamit, edhe marr përgjigje nga mame. Edhe këtë vlogun pse jo ta kemi kujtim të dyja bashk. Përshëndetje goca, kënaqësi që komunikoj me ju. Ke marrë shumë komente pozitive të vlogu parë. Ke lexuar? Faleminderit. Jo. Nuk e kam parë. Mami kur është kështu që është në një ambient me njerëz, e eliminon shumë telefonin, ndryshe nga ne të rinjt. Po këtë herë kam eliminuar, thonë, nuk kam shumë dorë shumë. E që më përshët më ndoshtë që është në i pytje? Na për të mirë. Asa shion kjo kafe të dyja bashkë. Gjithmonë bashkë kemi pyrë kafe në mëngjesit. Nga një kafe në mëngjes, nga një gotë verë në darkë. Tash jemi para provimit. Do bëj ndonjëherë ndonjë ndërprerjes, ndoshta mami do duhet pak kohë të mendoj përgjigjen e saktë. Po, nëse si janë të saktë e fshi. E kemi atë të drejtë, është e drejta e autorit. Për kafe ta mirë më ndja bëndë. Ase nuk janë pyetje kështu, janë pyetje që unë kam dëgjuar shumë herë nga ty përgjigjen. Po thjesht dua që të kemi në një vlog të dyja bashkë. Po dokumentuar. Cili ishte mendimi yt i parë kur më pe pas lindjes? Ishte lumturia më e madhe që kam provuar. Kur në jetë nuk kam parë beba aq të bukur. Si ishte jotë? Jo, ishte një ndjesi shumë e bukur. Ishte i vetmi çast i lumtur që kam kaluar në jetën time. Duket se përgjigj dy pyetjeve. Si është të jesh nënë e një vajze që jeton në Gjermani? Se për gocat që jetojnë në Gjermani kam bërë un vlog. Pa, kuptoj. Ka dhe nëna që i ndjekin këto vlogjet e mia, edhe kam fëmijët në Gjermani ose diku tjetër. Të kesh fëmijën larg është një boshkëlik shumë i madh. Kaq. Faktikisht ishim mësuar gjithmonë bashkë. Ne rrinim kudo bashkë, te mami im, te motra ime, në lokale, në xhiro, në makinë, me këngë, në udhëtime, kudo ne ishim bashkë. Kur ma mori Bruno pastaj. Kishte më me mua. Si ishte
ishte që këtë herë ishe ti në shtëpinë time, ishte njëjta ndjesi kur unë vija në Durrës? Jo. Jam ndjerë shumë mirë në fakt. Nuk e mendova që do e kisha kaq të lehtë të rija në shtëpi, se më dukej shumë e vështirë. Kisha të dëgjuar të tjerë që thoshin te ndri. Por faleminderit Zotit, janë shumë të mirë. Më kanë mirëpritur, më kanë kënaqur. Megjithëse patëm atë disfatën që këmba u bësh më madhe, shumë e zezë, shumë siklet ishte, domethënë, unë ndjeva shumë keq në ato momente, po e kaluam duke ndenjur të tre bashkë. Do të bëj një pyetje jashtë këtyre pyetjeve. Gjithmonë thonë mjekësia në Gjermani. Çfarë mendon për situatën e djeshme? Kur pritëm aq shumë rrallë dhe pastaj erdhi doktori i pirë. Ishte shumë e vërtetë, ishte një doktor allegro, dhe unë mendova që nuk isha afër atij dhe nuk e ndjeva erën e alkoolit. Dhe mendova që është pozitiv, domethënë thjesht, domethënë ka atë indicjen e parë, mjeku, humori, afërsia, sepse unë s'kuptoja gjë kur fliste ai, thjesht ai fliste, unë mendova që ishte duke fol gabim ose që ishte i pirë. Por pritja ishte 1 orë. Domethënë, mbasi na futën në dhomën e mjekut, pritja ishte 1 orë. Kaq. Edhe në për qendra. Dhe ishim me termin. Edhe në për qendra ku kemi shkuar, domethënë, pritja ka qenë goxha. Kështu që mos të themi që në Shqipëri presim shumë, jo. Nuk presim shumë, sepse nëse do na kishte ndodhur në Shqipëri ajo, do kishim dalë te recepcioni, do kishim thënë ku është doktori, ka dalë për kafe, unë jam duke e pritur, po paguaj për këtë, megjithëse këtu ishte falas. Por që në një farë mënyrë paguaj siguracioni i lartë i shëndetësisë. Kjo është pyetja jo për këto ditët këtu ndoshta, po cili ishte momenti më i vështirë që ke kaluar si mama dhe si e përballove? Ndoshta ka pas shumë momente të vështira dhe nuk po e zgjedh dot se cili ishte momenti më i vështirë. Momenti kur linda Irsën dhe Neon. Ka patur disa probleme mbas lindjes, Irsa pësoi kishin hyrë ujëra dhe kishte atë mbytjen pas lindjes, gjë që shoqyrë e kisha aty pranë dhe e çova direkt te mjeku, që i bën një aspirim të ujërave dhe erdhi në vete, sepse u mbyt dhe ndej një goxha minuta ashtu e mbytur. Kur linda çunin ishte një tmerr shumë i madh, sepse lindi nga një vështirësi e madhe lindje. Ai lindi i zister, pa frymarrje, pa të qara, e thën me kokë poshtë, filluan ta godisnin, mendohesh ndodh me nënën kur i godasin fëmijën. Edhe më larguan nga sytë ashtu, të si duke e gjuajtur sa në momentin që qau dhe këto ishin momente shumë vështira. Këto ishin më të vështira. Cila cilësi në karakterin tim të bën më shumë krenare? Irsa është e aftë të dalë në çdo situatë. Ka intelekt, unë e vlerësoj shumë anën intelektuale të saj. Ka këmbgulje për t'i arritur gjërat dhe besoj do ja dalë edhe këtu në Gjermani. Cila është një recetë ose një traditë familjare që do doja të vijonte nga brezi në brez? Gjeli me përshesh. Më kish thënë që këtë vit nuk do ta bëjmë. Baklavaja, përsëri këtë vit nuk do bëhet. Është tradicionale, megjithëse edhe në familjen time ka filluar të largohet, sepse efektet negative që ka sheqeri në trup. Ne pëlqejmë shumë ato ëmbëlsirat me qumësht. Unë, ëmbëlsirat e lehta, nuk jam shumë të këto ëmbëlsirat turke me shërbet, po gjithsesi, këtë vit e kemi vendosur t'i eliminojmë. Nëse do më jepje mua një mesazh, po Irsës së vogël në këtë rast, çfarë do të thoshe? Lexo dhe vetëm lexo. Kjo ka qenë këshilla mamit tim gjithmonë. Cila është këshilla më e rëndësishme që do të doje të më lije mua ta kisha për jetën? Të kujdesesh për veten.
Dhe pyetja fundit, besoj se s'ishte e vështirë këtë pyetje, Jo. Si ishin pyetja Jo. që ti e përgjigjur shumë shpesh. Çfarë do dëshiroje që unë të kujtoj gjithmonë nga ti? Kujtosh nga unë? Unë për vete ka momente shumë të bukura për të kujtuar nga mamin im. Do doja që Irsa të kujtonte gjithmonë atë mamin e butë, të ëmbël të mirë pa kritika, sepse kritikat unë i kam qikë të shpeshta. Jo, nuk i ke. I ka patur ndoshta kur kam qenë e vogël, po tani ti e di që jem mbështetja ime, shoqja ime dhe gjë ime më shtrenjtë. Tani pyetjet e mia mbaruan, ti ke ndonjë pyetje? Si u ndive me mamin në shtëpi? Kanë qenë ditët më të bukura. Dhe besoj të vërtetoja i fakti që mëra i organin brëm dhe i nga dhoma jote. Po, mbasi na ke thënë zhurmi vetëm kur vjen thot mami unë dua të fle me ty sot. Faleminderit Zot që më ke dhënë fëmijë kaq të mirë, kaq të mbar. Është shumë e rrallë. Është shumë e rrallë që unë ta lë, ti e di që unë çukur Po, e vërtet. ta lë brunë vetëm dhe të kaloj. Janë dy dashuri të ndryshme. Po. Nëna dhe burri janë dy dashuri të ndryshme. Shumë Janë të të mëdhaja, janë dashuri të mëdhaja, po të ndryshme. Luma i që i përjeton të dashurit të sinqerta, se me nënën shumica normale, 99% mund të them që e kanë këtë lloj dashurie, po të kesh edhe burrin, të kesh një lloj dashurie të tillë, është fat shumë i madh. Faleminderit Zot. Gjithmonë e kam puthur mamin në buzë. Ka ndalë tani këto jo mos e puth të fëmijën në buzë, jo, është një dashuri shumë e madhe, që shpreh duke u puthur kudo. Kudo ku prek mish, është një ndjesie e bukur. Cili ishte mesazhi që të bëri burri sot mëngjes? Herë tjetër të shkosh për mirë gjithmonë, sepse kjo e ardhur Ky mesazh ka ardhur 6 mëngjesit. Dhe herën tjetër inshallah shkojmë bashkë. Kështu që inshallah vini bashkë herën tjetër. Inshallah të na vini ju sa më shpejt. Ta mbyllim edhe kamerën dhe ta pim kafe, kështu që Po e ti, si në duar të dash me kamerë dhe shpa kamerë, pyetjet mbaruan, ja dollëm. Ca që s'na pëlqejnë i fshim. Përshëndetje goca, ja ku jemi nga dita e mërkur, edhe si që shikoni sot nuk jam shumë të rezi, por ishte mëngjesi parë që nuk isha që të vija në kuzhinë edhe të gjeja mamen, kishte që të bënte kafe gati, ta pinin bashkë. Bënte mëngjesin, pastaj vinte burri, rinëm të tre, edhe ishte gjithçka shumë bukur. Ishte fiksi, nuk e di, ishte një emocion shumë i bukur, të kishe mamen në shtëpi. Edhe tani mami iku, siç e keni parë nga videot më përpara. Që kur u ndava te aeroporti u mërzita, por nuk e dhash veten se s'doja të mërzisja as mamen. E mbajta veten, edhe pastaj kur hypa te makina, shkova te makina, ne kemi makinën me 3 dyer, quhet. Nuk e kemi me 5 dyer, pra dyert mbrapa nuk i kemi. Edhe mami u lej mbrapa se normal këmba ime më detyron të ulesha përpara gjithë kohës. Edhe kur shkova mami kishte dalë edhe kishte lënë atë sendilen e kthyer. Po sa shkova aty hapa derën, i thash Brunës, ja, i thash nuk është mami tani që typi mami njërë, pastaj typi unë. Edhe më mbushën syt me lot. Pastaj shkuam ndarkë, nuk e kisha mamin që të vinim në shtëpi dhe mami të bënte darkën. Unë po më dhinte këmba shumë sepse gjithë ditën në lëvizje. Edhe i thash burrit që nuk mundem të gatuaj sot se më dhëm këmba. Dhe vendosim që shkuam hëngrëm doner. Ullëm aty, sa erdhi doneri, më pyeti burri, tha po mami, tha i pëlqevi donerin, se me atë idenë që edhe nëse s'do e pëlqente, si të Brunës do thoshte që është shumë i mirë. Edhe prap, më ngeci ai doneri më në fyt, e lash për gjysëm, i thash, mere haje, thash se mua nuk më hahet më. Mora një nga ato çaje turk që bëhen në për këto donerave,
Më kujtuaj që mami im e pi shumë atë çajin turk aty në Shqipëri. Çaj Kosove i themi ne. Edhe dhe ai më ngeci për gjysëm, pastaj erdha në shtëpi, sa hyrëm në shtëpi, shtëpia bosh komplet. Vetë kur jemi të dy më shumë rrim shtrirë se sa do rrim kuzhinë, mund të rrim të shohim në një film, në një gjë, po muhabet më shumë bëjmë kuzhinë, edhe ato ditët që ishte mami, rrinë pothuajse deri në orën 1 natës, duke bërë gallata, duke parë në një gjë, vetëm kur e shikoni morën kishte shku 1:30. U shtrivëm që herët. Edhe tha Bruno, sa bosh po duket shtëpia kështu, tha prap vetëm të dy. Se gjithsesi dy veta nuk ke aq muhabete, se ne jemi gjithkohën bashkë. Normale që flasim, po nuk rrim duke folur gjithkohën. Ka kapur dhe kolla. Edhe sot mëngjes pastaj u ngrita, edhe thash do të çojmë të bëj kafe, po mora një mamen që më mëngjes, edhe thash do të çojmë të bëj kafe, thash. Tha, po qumë është nuk ke. Edhe sot doja të bëja kafen vetëm që mos ta ndryshoja atë rutinën që kisha me mamin, që ta pinim atë, si që pinim kafen çdo ditë bashkë, thash ta marr me kamerë edhe ta pim bashkë nga kamera. Edhe tha po dil mere. Edhe burri po më thoshte dil mere, mos rrin shtëpi, por e kam shumë problem të zbres shkallët vetëm, se kam frikë se her pas here ndonjëherë ngatroj hedhjen e këmbëve, edhe gati rrëzohem. Edhe nuk doja të bëja ndonjë skenë aty të shkallët. Kështu që u shtriva prap, edhe ç'a të bësh tani? Mëngjesin ma bën të mami, tani akullin, ma linte këmbën me krem, gjitha, kujdesi perfekt. Edhe kur harroja unë, ishte mami që thoshte, ke harru akullin, ke harru të lysh këmbën, bjerë ta lyej. Tani unë edhe këtë me zjevë vetë, edhe vetë ju nuk është se mund të rish shumë në këmbë. Kështu që ka më keq, që ka më mirë, kur mësohesh shumë gjatë pa një njerëz, sa kur mësohesh që e ke në shtëpi, edhe janë ato ditët e para të largimit. Ndoshta edhe fakti që unë nuk jam punë, sepse nuk e kam lajmëruar, por ortopedi më dha deri në datën 22 dhjetor raport, dhe unë shkruajta pronares, i thash që unë dua të vim punë edhe pse jam me raport. Dhe më tha që nuk mundem, tha të vish në punë, sepse ti ke vështirësinë ecje, këmba ka probleme akoma, mund të kthehesh në punë në momentin që ecën normalisht, pa probleme. Sepse unë ende nuk, nga që është këmba e njëtur, nuk mund të vesh atletët. Eci me shapka dhe vetë ju këmba dhëmb është me këtë mbrojtësen e vetë, edhe eci duke qaluar, me probleme normale, nuk mund të ecë shpejt, ka vështirësitë e veta. Unë edhe ortopedi 2 ditë i kërkova raport, por ai tha unë mbaj përgjithësi edhe më dha raportin 2 javë. 1 javë kam bërë, kështu që jam 3 javë me raport. Datën 22 bëhem gjendje pune. Gjithsesi pronarja më tha javën tjetër, nëse ti ndjen që mund të ecësh normalisht dhe të veshësh atleten e punës, atëherë mund të vish në punë. Shpresoj që deri ditën e shtunë diel unë të jam rregulluar edhe të hanën t'ikim punë, se edhe kështu në shtëpi nuk rrihet. Unë kam ndenjur goxha në shtëpi edhe nuk dua të rri në shtëpi. E kam më mirë kur ikem punë, lodhem, vërtet lodhem, ama është ajo dita më produktive më duket. Sot, unë mirë që nuk kam mamin, po sot ka ikur edhe burri në punë sepse i mbaroi raportin, se ka ditë mori raport për mua, për të ndihmuar, se vërtet kisha mamin këtu, po mami nuk mund ngjiste makinën, mami nuk mund të çonte te doktori, nuk mund të më bënte të gjitha mame. Edhe kështu që duaj edhe ndihma burrit patjetër. Faleminderit Zotit që ja marr raportin, edhe sot u kthyem punë edhe ai. Dhe nga 2 njerëzit e dashur që kisha në shtëpi, tani kam ngelur vetëm. Mezi po presa të orën 4, duke pritur të vi ora që të vi burri nga puna. Do të çojmë bëjmë ndonjë gjë për mëngjes, ora është 11:30, edhe unë nga që jam e mërzitur, nuk më hal gjë, mora ca nga ato binje i themi në Shqipëri, po këtu janë të vogla, të ngrira, janë shumë të vogla, nuk është të krahasohen me ato në Shqipëri, janë të ngrira, jo të freskëta. Mora ja 4 nga ato dhe e lash me ato mëngjesin, me që s'kisha as kafe, as i gjë.
Tani do vë pa kakullin, do lyej pa këmbën me kremin, edhe do mundohem të rishtrirë, pastaj do e kam zgjer pulën, e kam gati dhe do mundohem të bëj atë pulën me lëng, se sa ishte mami nuk kam prek gjë me dorë, as pun, as ushqim, as një gjë. Edhe pse i kisha menduar që do ta lija mamën të shplodhej në maksimum dhe do i bëja të gjitha unë. Qa të bësh? Kështu e kishte shkruajt Zoti. Tani ju përqafoj fort gjithave edhe shumë faleminderit që i ndiqni vlogjet e mia. Ju ftoj të bëni subscribe ju të gjithë që nuk keni bërë ende, se i ndjekin shumë veta se sa më kam bërë subscribe. Kështu që shihemi te vlogu i radhës. Mirupafshim.